Jemi shumë të emocionum me gëzim se me të vërtet një Ramazan i bekum ishte. Sa po jemi nda me Ramazanin, ky mëngjesi i fitër i Bajramit e pritëm me kënaqësi të madhe dhe po e përcjellim me kënaqësi të madhe. Sot në këtë ditë feste keni mesazh prej besimtarëve të Islam, prej Hoxhës. O vëllezër, o popull, o ju të dashur bashkombës tonë, Zoti ju bekoft, Zoti ju nderoft, Zoti ju dhash mirësi dhe begati. O dashurit e mi, afroni tek Zoti xhel xhelaluhu, sepse Allahu është krijuesi i gjithësisë dhe kthimi jon do të jetë prapë tek Zoti. Zbatoni ato që na ka urdhëruar i modhi Zot xhel xhelaluhu. Besimi do t'ju jap vetëm të mira, mirësi dhe begati për të dy jetët. Bashkoni zemrat, bashkoni niyetet, qëllimet e mira që t'ju doj Zoti xhel xhelaluhu, dojeni njëri tjetrin. Hajde veri, a poshtë mama?